thënë që të thoshin ai, por e tha, i shkoi njëri i tha, ore, do më ndihmosh se i kishte dhënë votën ky. Edhe i shkoi e zëm Marsitit, unë i vi Marsitit e thënë, ore do ma fusësh nipin puna, ku dëgjon ngalin punë. Jo, s'ta fusë, po ju po të kam dhënë votën, po ju më të s'ma ke dhënë votën, ta kam blerë votën. Kështu dhe puna këtyre. A kupton? Kështu dhe puna shtetit. Shteti shklient, valla. Ky biznesmeni e ka blerë, çfarë do i bëj ky këtit? Dhe nëpërmjet këtyre këta shohin vetëm mirë pasurimin personal dhe ti çojnë araçin atij që kanë për të çu. Normal. Besoj që e zauruan, nuk e di çfarë. Jo, s'keni koment për Berinda Ballukun si personazh dhe mbrojtje mediatike, them, që nuk merren, nuk e fusin pjesë në dokumentit, nuk shprehen pse nuk e serjon ajo pozitën e saj për këto kuota. Se që ta dish, kontradikta dhe konflikti është tek pjesa që zoti Ademi pretendon që i takon një pjesë e 40% që ka pasur Ylda grupit, kurse zoti Pacolli pretendon që gjithë 40% është i tij. Unë nuk e besoj se do të shpresë. Duhet shprehet zonja Balluku mendoni për këtë gjë? Mendon se duhet shprehet? Po, në thash mendimin tim çfarë mendon ti? Unë mendoj që mund të jetë një strategji në kontekstin që ajo e ka zgjedhur mos shprehet. Unë mendoj që mediat pastaj është koncept tjetër se çfarë. Nuk është se ka detyrim të shprehet për s'ka si detyrim. Thelbi që por ama media, ma fal, jo t'ja them, më fal, media mund të detyrojë institucionet përkatëse nëpërmjet kërkesës së informacionit që t'japi një lloj konstatimi mbi procedurat që janë ndjekur. A janë zbatuar se zbatuar, analizën e bëjmë ne. Këto nuk paraflasin për kështu gjëra, sidomos aty ku janë klientë vet. Në këtë koncept, Marsi, duhet kuptosh vetëm diçka që nëse media do të lumtojnë, mund gjejnë informacion. Vetë zonja Balluku për sa i përket që ligji nuk e detyron, ajo mund zgjidhë strategjinë e vet në mënyrë se si komunikon me njerëzit. Po të them edhe një herë. Pastaj që është figurë politikisht korrekte në këtë rast. Po çfarë lidhje ka kjo politikisht korrekte? Po si është në mënyrë korrekte? Po pra, ose është jo korrekte, ose është korrekte. Jo, po s'është kështu sepse për sa kohë nuk e detyron ligji, ajo nuk ka pse përgjigjet. Po nuk për sa kohë nuk e detyron ligji, nuk ka pse përgjigjet. Mediat, secili prej ne si gazetar, duhet dërgoj një shkresë tek institucionet përkatëse, dhe në bazë të përgjigjes që ata japin, ne analizojmë pastaj. Ka frikta, po ata nuk do japin, më është e sigurt, po mos ta paragjykojmë. Në bazë të veprimeve që ata ndodhin, ne kuptojmë që kanë diçka për të fshirur këta që i trëmben, ka diçka që këta nuk duan ta tregojnë, a është dhe një urdhër që këta mos kenë komunikim me media, dhe duhet kuptosh sot, Marsit, që sa vjen, fuqia e gazetarit bie, për shkak se pushteti centralizohet, dhe ti e ke të pamundur që sot të aksesosh në informacionet kryesore. Pra, më thojë ti mua, sot sa kanë mundësi sot, mund t'jenë me kokra, mund t'jenë me, po të them, as gishtat e një dore, që mund të gjenë sot informacion në Ministrinë e Energjetikës. Mendoj unë të paktën nga informacionet e mia. Se janë klientelistë, se po duan Jo, klientelistë janë, jam dakord, nuk ta mohoj këtë pjesën e klientelistë. Të të bëj një sekond, të të bëj një analizë shumë vogël. Kur ishte Erioni aty në krye të bashkisë? Po. A i puthin gjithë prapanicën? Po, jam dakord. Shumë dakord, jo. Po, kur iku Erioni, pa pritmas lindën dolën sulmet ndaj, ku dëgjon, UKT-ja, IMT-ja, që janë këto institucionet që gja nuk zbatonin ligjin. Tashin, në këtë kontekst, unë zbesoj se ata e bënin se Erionin e kishin e donin fort. Jo, e kam në kontekst si nanëri që kur ishte Erioni, nuk dilte asnjë informacion nga brenda. Dhe sot që është Balluku, po them në kontekstin që nuk ka dalë për sa kohë. Po them nga ana ime personalisht nuk e di. Jam dakord, në kontekstin që për sa kohë Velia ka qenë në krye të bashkisë, nuk kishte po më kishte centralizuar po këtë po them. Edhe kur dilte vetë, dhe Belinda ka bërë një strategji dhe nuk del dokument. Nuk e kanë se e ka strategjia e komplet, më fal, komplet partia. E di çam thua, po e uzuar të bëj kështu, nuk është problemi se e bën nga vetë ata. Jo, kur thash që është pushteti centralizuar, e kanë fjalën pushtetin Rama ka sot. Rama ka thosë keni për dal, ka vite që thotë mos dilni me ata po. Tash u kujtun këta PD thonë mos dilni, po spatet mos dilni me gazetarë, po spatet këta të partisë socialiste përballë në për emisione.
se s'ka si përballën, e kupton ku është ide. Këta e kanë me urdhër që mos të me fjalë llogaridhënien, po ndryshe nga PD-ja, Partia Socialiste është partia në pushtet. Llogaridhënien e ka detyrim. Se shpun ka PD atë japë llogaridhënie tani. Nuk mund të pyesim PD-n për shembull se çan do në Ministrinë e Energjetikës Unë e mendoj që Infrastrukturës. këta media, Infrastrukturës dhe median këta duan ta zhvlerësojnë. Ja, mëse janë atë që thuhet po. Unë mendoj në kontekstin tim për sa kohë, domethënë mediat këtu nuk janë edhe është e pamundur të jenë të pavarur. E para, jo, pavarur nuk kanë në asnjë vend botës. Po, nuk ka media të pavarur për sa kohë, media ka një pronar, media merr reklama, se ne e bëjmë sikur media është një kështu modul vetë financimi ose e bërë me sponsor personal. Për sa kohë merret me reklama, po ta zekotu një kompani X e reklamave. Pijen energjike ose pijet këto sodat, Janë shumë dakord në këtë pjesë, po. Nuk mund ta sulmosh dot. Po s'ka është etike, se nëse ka dhe reklam, ti nuk mund dalësh që thushë kjo pije është e dëmshme për fëmijët, s'ka moshe ka është shka që këtu që s'është e lirë. Në këtë kontekst, pastaj edhe gazetaria investiguese është bërë shumë e vështirë. Është e vështirë sepse ka një bllokim të informacionit, po këtë po them ka bllokim, po mirë, e pamundur s'ka asgjë në këtë botë. Sepse këta janë, është ndryshe nga sa thot Altin Dumani që këta e kanë krimi i tyre është intelektual. Mund të jetë intelektual në aspektin e për çef parat, për shembull ku i ka çu parat, ku i kanë fut në për tepsi kështu në për çfarë quhen këto tenxhere presioni ku i kanë gropos. Kjo po, mund të gjeni, por lidhet e tyre kuptohen shumë kollaj. Do shkojmë te temë patjetër po. E dytë e rëndësishme për shkak minutazhit, sepse janë shumë kohë tema e parë. Ermali anoncoi sot një deklaratë të zotit Berisha, i cili u shpreh që do jemi në garë. Mi po, situata fillon realisht me qëndrim që ka marrë zoti Besar Xhaferi, cili është dhe kryetari aktual i Forumit të Partisë Demokratike. Po besoj se Berisha është përgjigj besit. Pyet në lidhje me deklarën e tij. Është edhe filmimi. E ka publikuar te miku jon Xhoj Malcia. Okej. Dhe Besar Xhaferi u shpreh në një emision, që është emisioni i zotit Qafoku, po edhe në disa emisione të tjera ka shprehur disa herë, por ky është emisioni i fundit i cili u bë pjesë e prereve, emisionin Dekalog në Dritare, në cilin ai tha që zoti Berisha, në qoftë se nuk arrin brenda vitit deri në vitin 2026 që të përsërisë zgjedhjet, sepse nuk i ka njohur dhe nuk i pranon, dhe pesha mbi të bie përsëritja e tyre, në qoftë se nuk arrin këtë kaos për cilin ai përqendron, kryetari i partisë duhet të ikë, të dorëçet dhe të hapet gara për kryetarin. Pra, ai ka marrë ai ka thënë, u la... Jo, ai ka drejt, po ashtu e ka thënë zoti Xhaferi. Jo, s'po them se s'ka drejt, po ma shpjegoj, po ta kërkoj. Statuti i ri që këta miratuan, në cilin i vunde një emrin e zotit Basha, Neni Basha, thanë që nëse kryetari zgjedhjet, është i shkarkuar automatikisht, jo, nuk ka nevojë të largohet, nuk është kryetari. Po, është shkarkuar, po. Zoti Berisha tha që ky nen nuk aplikohen mbi të sepse nuk ka pasur zgjedhje, ka pasur votime. Po. Dhe pa ka qenë manipuluara. Dhe ky ne bie sepse bie konteksti. Pa. Tani zoti Xhaferi thotë që do kemi të bëjmë një rast përjashtimor. Faktoj që ti ke të bësh me një rast përjashtimor dhe ri kryetar, qoftë se fakton dot, jep dorëheqjen dhe të hapet gara. Ky është debati. Dhe zoti Berisha sot ka deklaruar që çdo deputet është i lirë kur shpitur mbi zotin Xhaferi të deklarojë çfarë të dojë dhe ka thënë që kur të vi koha gara do hapet dhe kushdo është i lutur të marrë pjesë dhe unë do marr pjesë, ka thënë. Për kryetar. Po. Në garë. Jo, po përmoni pjesë e në garë, s'ka garë. Tani, si e mendon të Ermali, që nga Neni Basha që u vu në fuqi, si e të Berishës, deklarata zotit Xhaferi... Tani, të them një ashtu, unë mendoj se jemi jo ta bëj për ta bëj debat. Nuk e kam, patjetër, po unë, me sa mund kanë thënë prej muash, unë e kam thënë dhe këtu, e vazhdo ta përsëris. Unë, e para herë nuk besoj që kjo është, si thuash, vullneti i zotit Xhaferi që të bëj këtë gjithë retorikën se Berisha duhet largohet. As nuk e besoj se ka qarqe aty brenda që janë duke i bë, erdhi momenti, dhe si puna e Erionit mas 7 muajsh që ishte në arrest me burg ku kujtuan ta shkarkonin, a kupton? Se deri më përpara po këta që ishin aty nuk e shkarkuan se mendonin se s'do e shkarkuar. Kështu që edhe kjo besoj ky lloj lëvizje e zotit Berisha nuk është thënie e zotit Xhaferi, besoj. Përpos individualizmit të betejave të politike ose demokracisë brendshme për të thënë atë që për të pas një mendim rreth ngjarjeve të fundit të Partisë Demokratike se si duhet të prosperojë
partia që të ketë mundësi që të sjellin rotacion politik. Unë besoj se kjo është, edhe Berisha është dakord me këtë që thot Bez Xhaferi. Berisha, me sa di unë, është aty se